Mirëserdhën në episodin e ri të Flasim si fëmijë. Sot do të flasim për një moshë shumë interesante, ndoshta më të çuditshme nga të gjitha. Një moshë ku ende qesh me gjëra fëmijësh, por fillon të mendosh si një i rritur. Një moshë ku do të trajtojnë si i madh, por ende të thonë që je i vogël. Është si një urë mes fëmijërisë dhe të qenurit të rritur. Sot kemi me vete një nxënëse që po ecën mbi këtë urë. Selma Shehi. Mirë se erdha. Mirë si gjeta. Sot nuk do të bëjmë vetëm pyetje të zakonshme. Do flasim për shoqërinë, presionin, ëndrat, frikrat, budallalliqet, mendimet që nuk i themi gjithmonë me zë të lartë, dhe ndoshta do të zbulojmë që të gjithë jemi pak të hutuar në këtë moshë. Atëherë le të fillojmë. Selma, si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Unë vetëm me 3 fjalë, ta përshkruaja të dashur, nevrike dhe shumë këmbgulse. Çfarë mendon se të tjerët mendojnë për ty? Mendoj se një person kur më shikon mu, mendon se unë jam një person shumë i mbyllur dhe jo aktive, por është krejt e kundërta. Në klasë dhe në shkollë, a je një tip energjik apo i qetë? Zakonisht shumë energjike. Cila është ora jote e preferuar dhe pse? Ora ime e preferuar është ora matematikës, sepse është një nga lëndët e mia të preferuara, por mënyra se si zysha na e zhvillon e bën të bëhet një orë shumë argëtuese dhe në zero presim. Po cila është një orë ose një lëndë që do doje ta hiqje fare? Nuk është se ka një lëndë ose orë që do e hiqa, zakonisht më pëlqejnë shumë orët mësimit. A je më shumë që i mendon gjërat shumë apo që vepron pa menduar shumë? Varet nga rasti, nëse është diçka e rëndësishme, e mendoj shumë gjatë para se ta bëj diçka, por në raste të thjeshta nuk është se i mendoj shumë. Çfarë të bën të ndihesh krenar me veten? Edhe a mund na japësh një rast konkret? Zakonisht kur me forcat e mia arri ato që unë dua, më bën të ndihem shumë krenare. Ë, Nuk është se kam një rast konkret, zakonisht në përgjithësi. A të intereson shumë se çfarë mendimi kanë të tjerët për ty? Nuk është se i marr shumë përballë mendimet e tjerëve kur janë negative, por kur janë pozitive gjithmonë i vlerësoj edhe ndjem falendëruese. Selma, si mendon ti, sa e rëndësishme është shoqëria në këtë moshë? Shoqëria është e rëndësishme sepse ne do të jemi shumë të sigurt me kë rrim dhe me kë e kalojmë në kohën tonë. A ndryshojnë shokët, marrëdhëniet që krijon me ta me kalimin e viteve? Me kalimin e viteve ndryshojnë shokët dhe marrëdhëniet, por besoj se dashuria është e njëjtë për ato si në fillim. Sipas mendimit tënd, çfarë bën një shok të vërtet? Çfarë tipash ose çfarë vlerash e bën atë që ta quash ti me vërtet një shok ose një shoqe që do jetë gjithmonë aty për ty? Besimi që ti krijon te një shok dhe sinqeriteti i tyre, besoj që i bën ato të quhen shok të vërtet. A është e vështirë të mbash një miqësi ose një marrëdhënie shoqërore me bashkëmoshatarët e tu? Në kohët e sotshme është e vështirë sepse ne kemi të bëjmë me një shoqëri jo shumë të lehtë, por duhet, siç thash më sipër, duhet ta zgjedhim se në kë vendosim të rrimë dhe të kalojmë kohën tonë. A ekziston ky presioni për të dukur si të themi cool ose për të qenë ajo në krye të vëmendjes? Në kohët e sotshme ekziston shumë presioni për të dukur cool, por janë ca gjëra që ne duhet të eliminojmë fare. A ndjesh ndonjëherë ke shkuptuar nga shokët dhe shoqjet e tua? Besoj se një person që të keq kupton nuk quhet shok dhe shoqe, prandaj duhet ta zgjedhim. Se ti nëse ke një kohë gjatë që je shok ose shoqe me atë, do të kesh krijuar besim tek ai dhe ai do të kupton si të themi kur të flasësh. Ashtu quhet një shok i vërtet. Si zgjidhen zakonisht konfliktet në klasën ose në shoqërinë tuaj? Ne kemi kohë që kalojmë me njëri tjetrin dhe nuk është se jemi shumë pjesë e konflikteve, por zakonisht më shumë me zy kujdestar, ajo na hyn punë gjithmonë, po edhe me prindrit. Dhe si zgjidhni zakonisht këto konflikte? Kur nuk kemi arritur tek dhuna fizike apo edhe psikologjike, gjithmonë mes njëri tjetrit me ballafaqime. A është shoqëria më e bashkuar apo më e ndarë në grupe në kohët e sotme? Uh, Unë po flas për veten, ne jemi shumë bashkuar me njëri tjetrin dhe gjithë mundohemi të kalojmë bashkë, kohë sa më shumë, si gjithë bashku, por që ka edhe grupe të vogla që ndahen, si për shembull vajzat veç, djemtë veç. Por besoj se duhet jemi të bashkuar dhe që ndrojmë gjithë së bashku. Është koha më e mirë që kalojmë. Sa ndikojnë rrjetet sociale në jetën tënde? Unë nuk jam shumë pjesë e rrjeteve sociale, mos themi kam qenë,
por kohët e fundit jo shumë, ndikojnë si pozitivisht, por më shumë negativisht. A mund të na tregosh ndonjë shembull ose ndonjë detaj ku ato ndikojnë pozitivisht dhe një kur ato ndikojnë negativisht? Negativisht ka shumë gjëra për të folur, sepse ne që gjithë kohës jemi një moshë, nuk e kuptojmë se çfarë po bëjmë, sidomos gjithmonë pjesën që ne kemi rrjetet sociale, duhet jemi të kontrolluar nga prindrit, por pozitivisht nuk është se ka, si të them drejtën, edhe shumë gjëra të shumta, prandaj duhet kemi sa më shumë edhe në rrjetet sociale, sa më pak friends edhe njerëzit që ne i njohim sa më mirë, që kemi besim tek to. A mendoni se njerëzit tregojnë realitetin apo vetëm atë pjesën e bukur të jetës së tyre? Nëse të ishte për tregu realitetin, jam e sigurt që asnjë s'do dilte në rrjetet sociale. Njerëzit mundohen të tregojnë atë të mirën, sepse normal do mburrin veten si të tjerëve dhe jo ta ulin atë. Kështu që besoj se mundohen të tregojnë vetëm realitetin. A ndihesh ndonjëherë në presion për të postuar diçka ose për të bërë pjesë e këtyre rrjeteve sociale? Edhe presioni bën të veten, sepse ti normal kur shikon një shoqë që ka bërë diçka, gjithmonë do të pëlqejë edhe ty, por nuk duhet të ndjehemi presion, zakonisht nuk është se jam ndier shumë, por kalimin e kohës edhe këtë gjëra ndodhin. Çfarë mendon për krahasimet apo ato standarde që vendosen në Instagram, TikTok apo në rrjetet tjera dhe platforma tjera sociale? Besoj se krahasimi është gjë më e keqe që ti mund të bësh tek një person, sepse normal se ai do lëndohet kur shoh që ti e ke krahasuar me diçka, po se është e mirë dhe e keqe. Kështu që mendoj se është një fakt shumë i keq dhe nuk duhet ta përsërisim më apo të jetë në shoqëri. A është më e lehtë të flasësh me mesazh, me dikë apo ballë për ballë? Besoj se është shumë më e lehtë flasësh me mesazhe sepse ndjesia ose ajo që shpreh ti nëpër mesazhe arrin të fsheh anën tënde emocionale dhe normal që dikë kur e ke ball për ball janë ato emocione që mund të kapin ose diçka. Pastaj në mesazhe është krejt ndryshe sepse është virtualisht dhe ti nuk e ke personin përballë. A ju ka ndodhur ndonjëherë të keq kuptohesh përmes një mesazhi që ke dërguar? Si që thash unë flas shumë pak me persona që nuk i njoh, më shumë do të thënë me persona që kam kontakt me to, por normal që na ndodh të keq kuptohemi sepse këto janë gjëra normale, por gjithmonë janë zgjidhur, do thënë jo duke arritur në konflikte, janë zgjidhur mes njëri tjetrit me ballafaqime. A është klasa ku je tani më e vështirë nga sa e kishe menduar? Uh, unë po kaloj shumë mirë dhe është një nga klasat më të mira që në klasën e parë. Po kënaqem shumë si me shoqërinë, si me mësime, po mundoj të bëj maksimumin tim çdo gjë. Dhe nuk është se e kam menduar shumë të vështirë dhe më është dukur shumë e lehtë dhe me zër po e pres ta mbaroj dhe të fillojmë vitin tjetër. A je një person që stresohet shumë për notat? Stresohem, po jo dhe aq shumë sa ta vendos veten në siklet apo në pozitë vështirë për të marrë një notë mirë. Mundohem bëj maksimumin tim dhe shpresoj ja kem dalur. A mendon që nota tregojnë se sa e zgjuar ose i zgjuar është një person? Jo gjithmonë nota tregojnë aftësitë tua, domethënë sepse ti nuk mund ta vlerësosh një person thjesht nga notat mësimore, se nuk është të thënë se dikush do të ketë prirje vetëm mësime, ka prirje në shumë fusha të tjera, që ti do të zbulosh me kalimin e kohës. Çfarë të motivon të selma të mësosh? Motivon thjesht fakti që në të ardhmen, që të krijoj një të ardhme të mirë, punën që mu më pëlqen të bëj në të ardhmen, dhe thjesht për të kënaqur veten dhe familjen e të gjitha. A ke filluar të mendosh për shkollën e mesme që po afrohet? E mendoj, po me zor po e pres, nuk e kam marrë me frikë, sepse më duket diçka jo për ta bërë gogol ose si të themi për të shqetësuar. Fundja fundit shkollës edhe ajo janë vite thjesht që do kalojnë dhe vite shumë të bukura. A të ndodh të mendosh shumë për gjëra të vogla ose si themi ndryshe to overthink? Unë mendoj shumë, jam një person shumë që mendoj gjërat shumë gjatë, edhe por për gjërat vogla dhe për gjërat mëdha, gjithmonë i mendoj shumë, por nuk është se vendos shumë veten në pozita të vështira, sa do e keq apo e ndjeshme të jetë diçka. Çfarë është diçka që të mërzit më shumë në këtë moshë që ndodhesh?
Diçka që më mërzit më shumë është se kur një person mu nuk më kupton. Kjo është, si gjithë e dim, mosha adoleshencës, një nga moshat më të vështira që një person kalon fazën e tij të jetës. Dhe nuk e di, për thjesht prekem shumë kur një person nuk më kupton mu, thjesht nga e folura ime apo nga gjestet e mia, për du t'ju shpjegosh gjëra gjatë. A është e vështirë të kuptohesh nga të rriturit? Ë, edhe është, por edhe nuk është, sepse triturit kanë qenë në moshën tonë dhe ne do shkojmë në moshën e tyre dhe janë gjëra që ato i kanë kaluar para nesh dhe besoj se ato na kuptojnë shumë mirë, por unë me sa flas besoj se ato më kuptojnë. A ke pasur ndonjëherë frikë të tregosh mendimin tënd? Jam një person shumë mendjeledi, shpreh shumë shpesh mendimet e mia me të gjithë. Nuk është se kam frikë ta tregoj mendimin tim, sepse fundja fundit secili ka drejt tregoj mendimin e tij, është i mirë dhe i keq. Por kur nuk kam bjerë frikë ta tregoj dhe jam shpreh gjithmonë shumë lirshëm. A ndjesh të selma mes dy botëve, të qenërit të fëmijë dhe të qenërit një arritur? Unë shpesh, si që më thotë dhe mami, dua të bëj gjëra për të rritur, por janë dhe ato që kontrolli dhe kështu që nuk na lejojnë, por nuk është se ndjej shumë veten mes dy botëve. Thjesht po e lej kohën të bëj punën e saj edhe të rritemi kur të kemi moshën. Çfarë ëndra ke ti Selma për të ardhmen tënde? Një nga ëndrat e mia më të mëdha është thjesht të vazhdoj shkollën dhe të krijoj familje, të kem punën time, thjesht jem pranë njerëzve të mi më të dashur. Nuk është se kam një ëndër që të themi që me zor pres ta bëj apo diçka, thjesht do vazhdoj shkollën. A ka pasur ndonjë ëndër që e ke pasur në vitet më përpara, por që ka ndryshuar pra gjatë kalimit të kohës? Një nga ëndrat e mia që më pëlqen shumë edhe si profesion për të bërë kur të rritem është thjesht jem pjesë e televizionit. Gjithmonë që e vogël ka qenë diçka që e kam pasur shumë qejf dhe shpresoj t'ja dalë në të ardhmen. Edhe gjatë intervistës tonë ti po e tregon veten dhe mendoj se mund të jesh një person i denjë dhe me këtë rast që erdhën në podcastin tonë, kjo është edhe një hap përpara për këtë ëndrrën tënde. Shpresoj. A beson që mund të arrish gjithçka që ti do? Jam një person që kam shumë vetbesim dhe nuk më pëlqen kjo gjë te vetja sepse gjithë ma thojnë, por kam një vetbesim shumë të madh dhe besoj se me forcat e mia mund t'ja arrij, mund t'ja dal. Çfarë ti besim te vetja jote, Selma? Besoj se fakti që unë nuk kam frikë të shpreh mendimin tim, që flas me të gjithë dhe kam shumë vetbesim siç e thash dhe më sipër dhe besoj se mund t'ja arrij me forcat e mia për çdo gjë që unë kam dëshirë. Si imagjinon veten tënde pas 5 vitesh? Si që thash dhe më sipër, unë thjesht kam dëshirë të vazhdoj shkollën, besoj se në shkollën e mesme, shpresoj t'ja dal dhe të kaloj kohë të bukur. Cili është një talent i yti që ti mendon se e ke ose që e ke zbuluar tashmë? Që kur kam qenë e vogël, prindit e mi kanë zbuluar talentin tim për pikturën. Është diçka që unë e bëj shpesh edhe në kohët lira dhe ditët e sotshme dhe gjithë më thonë që kam dorë për pikturë dhe është diçka që më pëlqen. Nëse do të jepje vetes një këshill për të ardhmen, cila do të ishte ajo? Thjesht mos ndiko fare nga fjalët e tjerëve, vazhdo jetën tënde e lirë me njerëzve të më dashur, familjen, vazhdo shkollën dhe askush mos ndikoj negativisht në jetën tënde. Një nga marrëdhëniet që ndryshon më shumë në këtë moshë është ajo me prindrit. Nuk jem as e vogël që të të zgjedhin gjithçka për ty, por nuk je as aq e madhe që të vendosësh gjithçka vetë. Selma, le të flasim pak për këtë territor delikat, si themi. A mendon se marrëdhënia me prindrit ka ndryshuar këto vitet e fundit? Normalisht ne jemi rritur dhe prindrit sado që ne të rritemi gjithmonë na shohin me atë syrin që ne jemi të vegjëlit e tyre. Por unë gjithmonë jam shprehur shumë tek ata dhe i du shumë gjithmonë dhe akoma ju shpreh, ju tregoj gjithçka, kështu që për mua nuk është se ka ndryshuar shumë marrëdhënia me to sado që jam rritur. A të trajton ende si fëmijë apo si më të rritur? Me sa shoh unë ato akoma më trajtojnë si fëmijën e tyre të vogël të llastuar. A ju bezdis ndonjëherë fjalia që, si thon, në ndonjë situatë që kur të rritesh do e kuptosh më mirë ose X e ti nuk je mjaftueshëm e madhe që ta kuptosh këtë gjë? Pavarësisht se mu më duket sikur kuptoj gjithçka, është dhe kjo që të thonë që kur të rritesh do e kuptosh më mirë. Nuk është se më bezdis shumë si fjali, sepse si që është ne do shkojmë, do rritemi, do shkojmë në moshën e tyre,
dhe do kuptojmë shumë gjëra që besoj akoma nuk i kuptojmë ditët e sotshme. A është e lehtë për ty të flasësh hapur me prindrit e tu? Gjithmonë e kam pasur shumë të lehtë, sepse janë dy prindër shumë mirë kuptues dhe që më mbështesin çdo mendim timi, kështu që gjithmonë i kam shpërur mendimet e mia dhe kur nuk jam ndier për shembull e kufizuar ose që mos t'i tregoj diçka atyre ose me frikë. Për çfarë temash ose situatash flet më lirshëm me ta? Unë flas për çdo gjë e lirshëm, nuk është se kam diçka specifike, domethënë çdo gjë që ato më pyesin unë ja tregoj, çdo gjë që unë i pyes ato më tregojnë. Dhe çdo situatë ne flasim sikur me mamin, sikur ta kem shoqe, me babin, sikur ta kem shok, nuk është asnjëherë nuk kam një situatë specifike që nuk flas ose flas me ta. A ka diçka për cilën e ndjen më të vështirë që të hapësh? Ë, jo, zakonisht pak janë më shumë gjërat e moshës që ë ne nuk i tregojmë shumë, mundohemi t'i mbajmë për vete, por që duhet ja u tregojmë edhe unë ja u tregoj zakonisht pavarësisht gjitha. A të kontrollojnë shumë prindrit e tu apo të lënë hapësirë? Nuk është se as më kontrollojnë shumë dhe as nuk kam një hapësirë të madhe. Janë dy prindër kontrollues dhe nuk më lejojnë të bëj çfarë dua unë. Por fundja fundit unë e di që ato vetëm të mirën duan dhe mundohen për ne. Ë, pastaj unë jam në rregull me kontrollin që ato më japin sepse më pëlqen fakti që ato janë dy prindër që më vlerësojnë mua dhe më kontrollojnë ashtu siç bëjnë. Çfarë mendon që është diçka që prindërit shqetëson më shumë në lidhje me ju? Ë, ato shqetësohen gjithçka për ne sepse punë fundit ato neve na kanë. Besoj se prindrit na kanë gjithmonë me ra kudo që ne jemi pa to. Ë, nuk është se mendoj diçka specifike, por besoj se përgjithsisht ato gjithmonë shqetësohen për ne. A ndihesh e kuptuar nga ata? Po, në shumë raste. A të ndodh të debatosh shpesh me ta dhe për çfarë? Nuk është se kam zakonisht debate me ta, shkoj shumë mirë, më kuptojnë shumë mirë, i kuptoj shumë mirë dhe debatet janë shumë të pakta dhe ato që janë të pakta janë gjëra momenti, kalimi. Kur ke një problem, shkon drejt tek prindrit apo tek shokët? Varet, për shembull varet nga situata, por gjithmonë tek prindrit më para, ata janë më kryesorë dhe janë të vetmi që na duan të mirën. Sado që ne e duam ose na don një shok shoqe, fundja fundit nuk i kemi askush nuk na don më shumë se prindrit, motrat dhe vëllezërit. Çfarë do të thotë që prindërit kuptonin më mirë për moshën ku ti ndodhesh? Siç thash, prindërit e mi më kuptojnë shumë mirë, por besoj se thjesht ata të kuptojnë se ne këto janë gjëra moshe dhe janë gjëra kalimtare që do kalojnë, nuk janë gjëra që ne bëjmë thjesht se nuk na pëlqen t'i bëjmë, por besoj se ata më kuptojnë. A mendon se ndonjëherë prindërit hasin vështirësi për të kuptuar këto ndryshimet që ne kalojmë? Hasin vështirësi, sado që që ato kuptojnë ndryshimet tona, por normal se hasin vështirësi sepse në ditët e sotshme fëmijët janë bërë shumë edhe fëmijë të llastuar që nuk i pyesin më prindrit apo nuk e marrin përbazë fjalën e tyre, por normal që edhe ato e kanë të vështirë, na kuptojnë. Cila është një gjë për cilën ju je shumë mirënjohës e prindërve të tu? Jam shumë mirënjohëse që jam këtu ku jam sot dhe jam falë tyre, sepse ato më kanë shtyrë në çdo haptimin. Nëse do të thoshe diçka sot, pa frikë, pa keq kuptime, çfarë do të ishte ajo? Çfarë do t'ju thojë prindërve të tu? Unë flas shpesh me to, edhe nuk është se kam diçka që kam lënë pa jo thënë. Thjesht faleminderit që më keni bërë të jem kjo që jam, sepse ato janë shtysa ime më e madhe. Tani Selma, a mund të më japësh një mesazh për veten tënde kur ishe në klasë të parë? Kur unë hyra në klasën e parë, në fakt, e shija veten shumë të madhe dhe sot e kam kuptuar, sepse më dukej vetja sikur unë mbylla atë ciklin e kopshtit, ku isha një fëmijë i vogël dhe kur hyra në klasë parë më dukej vetja sikur sot që unë do hyj në gjimnaz, për shembull. Por do i thoja thjesht që vazhdo shkollën, mëso sa më fort edhe ideja dalësh sepse shkolla fillore është shumë e lehtë. Po një mesazh për bashkëmoshatarët e tu? Thjesht siç thamë dhe më sipër të dëgjojmë prindrit e tyre sepse janë të vetmit që na duan të mirën, të merremi sa më shumë me mësime dhe jo me gjëra
mësimit se çdo gjë ka limitin e saj edhe nuk duhet ta tejkalojmë. Selma, si është marrëdhënia jote me vllajën tënd të madh? Unë kam një vëlla 2 vite më të madh edhe e du shumë. Ai gjithmonë kemi qenë bashkë, kemi ndenjur bashkë. Si marrëdhënie vëlla motër, normal se zihemi shpesh, kemi atë konfliktet tona, por janë çdo gjë momenti sepse e duam shumë njëri tjetrin dhe nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin. A ka diçka që do duhet të thojë vllajt tënd? Thjesht që e dua shumë dhe faleminderit që ekziston për mua. Selma, a lexon libra, shikon filma, të pëlqen të gatuash ose të udhëtosh? Më pëlqen shumë të shikoj filma, të gatuaj të udhtoj po ashtu, po edhe të lexoj libra. Shikoj zakonisht filma shumë në kohën e lirë, në Netflix e kështu, dhe janë më shumë filmat aksion që më pëlqejnë, me drama, me kështu. Pastaj udhëtimet janë diçka tjetër që me zëri pres dhe më pëlqejnë shumë. Po ashtu dhe të gatuaj është diçka që e bëj shumë shpesh në kohën e lirë dhe që e praktikoj çdo ditë. Cili është një vend ku ti ke qenë që të ka lënë mbresa, si të themi? Një nga vendet e mia të preferuara që kam shkuar shpesh dhe do shkoj edhe shumë herë pa u lodhur është Turqia. Nuk e di po është një vend që sa herë që shkoj atje thjesht më pëlqen shumë. Sado që shkoj në njëjtin vend gjithmonë. A ka ndonjë hobi ose sport, pra diçka tjetër që të pëlqen të bësh? Unë kohën e lirë luaj volejboll, jam dhe pjesë e ekipit shkollës. Nuk mund të them që jam profesioniste, por është diçka që u bë gati 4 vite që kam qenë dhe në kurs dhe e praktikoj, por është diçka që më pëlqen shumë ta luaj në kohën e lirë me shoqërinë apo edhe me të tjerë. A ka ndonjë diçka tjetër që do dohet të provoj, diçka të re? Në fakt për sa i përket sporteve unë luaj edhe shumë sporte të tjera si shau, tenisi, ping-pongu e këto, basketbolli po ashtu. Por nuk besoj se kam lënë diçka që ketë hapësirë për ta provuar sepse i kam provuar gjitha dhe jam nuk është se kam diçka si të themi të preferuar, gjitha më pëlqejnë shumë t'i bëj. Po për sa i përket pasionit tënd mbi pikturën, çfarë është ajo që ti pikturon më shpesh ose një pikturë jote që ty të pëlqen shumë dhe e mban gjatë gjithë kohës, si të themi, në zemrën tënde? Pikturat e mia kur kanë qenë të vogla janë ndjesi tjetër kur isha sot edhe bile shumë shpesh kur shikoj një pikturë që e kam bërë e vogël, i krahasoj me ato që i bëj tani dhe sado që ato janë zgarravina le të themi, sepse janë moshës 3, 4, 5 vjeç. Thjesht kur e shikoj që këto piktura kanë një artiste të arshme brenda tyre, më japi një emocion tjetër. Po një mesazh për prindrit. Do thë gjithë prindërve që të rrinin sa më pranë fëmijëve të tyre, t'i pyesin për çdo gjë, edhe kur ato nuk t'i tregojnë, dhe t'i mbështesin sa më shumë ato, sepse kjo është mosha më e vështirë që ne kemi, por është një moshë kalimtare që do kalojnë dhe kur të rritemi do e kuptojnë. Po diçka që do t'ju thojë mësuesve? Ato mundohen, mësuesit e vetmi qëllim që ato kanë, prandaj vinë dhe në punë për t'na mësuar neve. Faleminderit dhe atyre sepse dhe ato janë një hap shumë e rëndësishëm në jetën tonë. Dhe për ta mbyllur një fjali që përshkruan këtë moshën dhe këtë periudhën ku ndodhesh. Mosha jonë, ose në saktë mosha adoleshencës, është një moshë shumë delikate, por është një moshë shumë e bukur dhe që duhet ta shijojnë maksimum. Sot kuptuam që kjo koha mes fëmijërisë dhe qenurit të rritur është një periudhë ku mendimet bëhen më të thella, ndjenjat më të forta, shoqëritë më serioze dhe ëndrat fillojnë të marrin formë. Dhe ndoshta gjëja më e bukur është që nuk duhet zgjidhesh me njëherë nëse je fëmijë apo i rritur. Mund të jesh pak nga të dyja. Nëse po na dëgjon dhe je në këtë moshë, mos harro, është normale të mos i kesh gjitha përgjigjet. Është normale që të ndryshosh mendim. Është normale të rritesh me ritmin tënd. Faleminderit Selma që ishe me ne sot. Faleminderit dhe ty për ftesën. Shëndetësi. Ju falenderoj edhe juve që vazhdoni të flisni si fëmijë me një zemër të madhe. Deri në episodin tjetër, mirupafshim.